mirë që kur ka qenë koalicioni vetëvendosje LDK, Zoni Osmani u bo kryetare kuvendit, po u bo si produkt e një marrëveshje politike e propozuar për grupit më të madh parlamentar lëvizjes vetëvendosje. Ajo është e qartë. Te qeveria, ai që i ka numrat, partisë parë i takon mandati herën e parë, herën e dytë, sipas rregullit çaj që i dëshmon se i ka 61 deputet. Në nënshkrim i ka 61 deputet. Dhe te presidenti, unë sonte po e tham, po e deklaroj publikisht. Ato që ka kumë kërku. E ke deklaru edhe këtu në studio para parkesh, e ke deklaru edhe në politikot e Kanal 10, edhe po e rideklaroj. Ritheksoj. Ato që kumë kërku, ato e pranoj. Mirë, veç ta spjegoj. Nëse e vendosin një emër, që është Fatos Geci, a e pranon Partia Demokratike e Kosovës? Letë mendon lëvizja vetë vendosje, ka ne propozon. Unë po nisna prej pozicionit tim. Për president vendit, asë zgjedhjet e kaluara, asë këto zgjedhje, nuk e jap një emër, unë s'po hin në emrat përveçëm, i cili... Unë po hy. Arsyeja pse? Se nëse dënë ty me të vendosë në pozit pat, që me vendosë se këshi, kjo punë është loj shohu. Në pozicionin e pasit, vendosë ku ti s'ki me pas zgjidhje tjetër pas me u dorëzu. Tash, për me u dorëzu, qka nëse ta vendosë Fatos Gecin, me që deklaratën që ke bo edhe në Dugajin më herët, edhe në Kanal 10, dhe për e bon edhe sonë të qëtu në Dugajin në Debat Plus, qka me i bo nëse ta vendosë Fatos Gecin kandidat për president? Une letë me ndonë lëvizja vetë vendosje. Unë po thamë që minister nuk e propozoj një kandidat për minister që nuk i ka atributet dhe karakteristika që duhet me ko minister. Qka nënkupton? Që nënkupton kvalifikimet e nevojshme, integritetin, përfaqësimin, menaxheri mirë, gjitha këtu karakteristika që duhet me ko minister. Fatos Geci nuk i ka këtu? Ja, nuk po hionen, s'po shona në atje, që unë po thamë, pro le të propozon vetën. Albini me propozon vetën? Lëvizja vetë vendosë, le të propozon zotin Kurti. Le të propozon cilin do prej tyre. Kjo është tash nivel tjetër. Pse mos me qenë Albin Kurti president i vendit, a? Veqe s'ka full e lovi, sorry. Qa bërë mas mesemi që të vishkurt. E këj magate ko, a? Ja, por pe përmbyllim temën. Kushta? Mare vesh mësë përmbyllim misionis. Ja, po jo. Këpi për ta këtë të krejt. Unë jam... Çështja që mund tjetë e domosdoshme përzgjedhja, jo kjo përzgjedhje, ata ose ky tabor të bëj qeverin, po mund të ketë nevojë për stabilitet institucional edhe një kombinim i drejt për drejt VV-PDK. Unë po e kuptoj që nuk keni vijat kuqe dhe preferencat po ja u kuptoj, por stabiliteti vështirë që krijohet që ashtu sa që kemi pana, me çdo qëndrime që i kemi, do thotë, pa një ndërtim të